Ako? Ushqim mjalt. Dhe ma unë kjo duket që ka ushqim, e ka edhe këtë pjesën tjetër, edhe kjo me pjell. Dhe ma unë është zhvillu mirë për këtë kohë. A se e kumë thonë mësë më thonë. Kuku. E kësaj radhe ndodhemi në Prishtinë. Ka marrë të zotëri Maliqi bletar, I cili ja ka kushtu krejt kohën e vetë shmushme bletave. Diko 300 bletë që kujdesit zotëri Maliqi. Për ma shumë, ndjekeni intervistën vazhdim. Përshëndetje zotëri Maliqi. Faleminderit shumë që na ke pritë sot. Faleminderit edhe për juve që jeni orë edhe interesohni për bletare, për bujqësie, se na jemi pak në shkollë, pak ma ndryshe konsiderohme, e kënaqësia është e jamja. Faleminderit. Po më intereson me ditë mas pari bletari Maliqi. Qysh e nis ditën tonë në fillim? Të këto bletë pisho këtu në bortë ti. Po. Si fillon dita jote? Këto bletë këtu, edhe kemi edhe në dy parë që tjera, I kemi bletarisi, do ma unë I kom në Gollak, një park është këtu, një park e kom Gollak, një park e kom një pjesë tjetër, dikun ofër 300 koshere bletë, mirë po, 300 koshere bletë, mirë po, unë e kom këtë punë pare, kom punë primare, do ma unë nuk merrna me kur gjë tjetër, vetëm me bletë. Për ndryshe, është pak problem me pas punë dytë, ose tretë, është pak ma problem, sepse ka komplikimet mëdha, nuk është bashkë qaq letë. Cilat janë komplikimet? Komplikimet janë sepse do të, për shembull, unë po thuj se që është rregullu pak dita, si vjetë dhe më honë pranvera ka fillu ma heret, se tjera vjetëve. Tash sa do të mbaj kjo kohë nuk e dim, është pak pranvera me hershme, këto marsi është muj maj rrezikshëm I bletëve. Dhe ma onën pej përvojës, pej atyne, dhe ma onë tash është marsi, dhe ma onë bletë, teri në fund marsit vetëm shkojnë, shoqëria shkon duke u zvoglu. Teri sa të bëhet ndrrimi I gjeneratës vjetër, sepse llogaritet që muj I parë I bletaris kur fillon bleta është gushti. Tash është ajo koha kur blet zhvillohen pak ma e kanë pak ma vështirësi, sepse duhet me startu me pjell. Kjo starton, disa bletë startojnë hala pak ma heret, mirë po tash është koha kur duhet me startu me ndrrimin e gjeneratës edhe shumë bletë cilat janë dobta ose nuk I kanë mbretreshat ose mëmat. Unë ma shumë e preferoj me qu mëma, ekziston një mëm për shoqëri, edhe varet çfarë gjendje është, nëse është e vjetër, nëse nuk ka ndrruar, nëse nuk është mbirmbajt, shumë bleta shuhen. Sa I përket aranxhimit dhe me dash me pas një punë dytë bletat nuk plojnë. Pse duhet më përkushtu në to? Shqeti me pas një punë tjetër, tash më varet nëse ti e kia punë primare, dhe më honë e runit shtunë e një djellë, një shtunë e një djellë mundet me rashi, një shtunë e një djellë mundet me ndodhë me pas një darsëm, një shtunë e një djellë dhe më honë bleta ka është punë e përdetshme. Teri 20 koshere mundet dikush për me I kontrollu ose me I mbirmbajt, nëse është I kujdesshëm. Mirë po, me numrin që e bletë dhe cilën e posedoj, unë do ma onën non-stop për çdo ditë, nga mëngjesi deri mbrëmje duhet me qenë në bletisht, do ma onë janë 3 bletishta, edhe jam gjithmonë në qarkullim. 3 bletishta, të tjerat kushti shikon, a I shikon vetë? Unë I shikoj vetë, se quhna heret, e kom të e bo edhe dhe më honën, nashta kem rast me shku me po, jam të e bo edhe mjaltin organik, dhe më honë natural, dhe më honë është krejt, dhe më honë mënyrë specifike, dhe më honë mënyrë krejt ndryshme, trajtohen ato, është dhe më honë mjalt organik përmes
Bashkësisë Evropiane. Duhet me pas, mu më interesën me ditë se bletar, sa çdo i dyti më duket që bëhet. Shiqo. A e ki pa çdo kush më duhet e shen një profesion dikush e ka bo edhe marrin si hobi dhe mandena e kryun edhe si punë të bletarit, taman se që duhet me kon bletara. Është duhet me pas një zanafil, një shkollë, një dituni pak ma të mdoja, apo mundën veç më bo e bletar? Shiqo tash është paket që po flasë kështu, te ne mundet më bo bletar kush duhet. Mirë po, për shembull, në Bashkësinë Evropiane dhe në region përpa e krye kursin e bletarisë nuk ki drejt në morë me bletë. Këto është pak ma ndryshe, nashta ministria duhet me intervenu, mos me leju çdo sen, sepse ekzistojnë dikun afër 20 smundje, cilat i ka bleta. Edhe ato duhet me njoft ato smundje, sepse në qoftë se nuk keni ato smundje, ato shumë pej tyre cilën e kanë punë 2 ose 3 ose bleta nuk duhet më mojt për qef, sepse ajo përhap smundje. Tash na bletar, që jem bletar profesionist, nuk është që na i zhduku neve blet, mirë po neve na rrisin dhe ma unë punën bletari, na e 2 fishojnë ose 3 fishojnë, sepse duhet mu morë me shumë smundje cilat bletarët e pandërgjeshëm cilat nuk i kontrollojnë blet edhe nuk merren me blet në të rregull, ata përhapin ma shumë smundje. Ja që vogël bleta përhap smundjet mëdha tek njerëzit. Bleta në drejtim fluturon deri në 5 kilometra. Domethënë nuk merr mjallë të 5 kilometra, mirë pa ajo në drejtim domethënë te na është domethënë hapësira është e ngushtë, ka mbypullim të bledhve, mirë po zakonisht thonë nuk ka mjallë, sepse mendojnë, shumë kush mendojnë se bletën vetëm e qetë në natyrë, ajo kujdeset për gjitha, mirë po bletës duhet me ndihmue, domethënë kundër smundjeve, duhet me ndihmue ndrrimin e hojeve, sepse hojet e vjetra sjellin smundje, domethënë është shumë me një fjalë, shumë pej njerëzve dhe pej shkencëtarëve e kanë qujtë që bleta është shkencë. Domethënë çak thuhet se me eliminimin e bledhve edhe jetë e njerëzimit mundet për 4 vite, domethënë ka thonë Einsteini që shuhet edhe jeta. Domethënë bleta është shkencë, duhet me ditën shumë, duhet është punë e ronë, është punë e mundishme, është edhe një fjallë që la thuhet, për gjithë është mjallë të amel, vetëm për bletarin është edhë, sepse ka punë shumë, mirë po, për mu, unë e kom pasion, jo që e kom veç punë parë, po e kom edhe pasion, dhe më honë si të quhna, është dykun mirëna që 30 vite, mirë po 20 vitet e fundit mirën vetëm me bletë, edhe unë e ndjej veten shumë mirë e ndjej veten në bletisht. Domethënë kur nuk e mi veten, ma mirë se në bletisht. Unë e ka që 5-6 vite, as nuk shkoj pushim, as për dikush, tash dikush thot, ky nuk ka i pasionu mirë, po ka pas ka lujt. Mirë, po unë e qytë e një veten mas mirë. A ke pas ndo një rast që të kam picku bletët, ose kur smuhësh ti? Po, është që... Me shëndet për shikëshim bletët. Po, drejtë me ta thonë shumë pak smuhna. Smuhësh. Mundet me ndohë që se, mirë po... Bletar nuk smuhësh. Po i bjen. është që mund pitkën bletë, mirë po, do ma honë shumë pak na dim për helmin e bletës, se helmi i bletës është shumë i dobishëm. Do ma honë bleta është si një farmënyre, si minirë. Do ma honë edhe përmes apiterapisë, se jam apiterapeut i certifikum, edhe jam do ma honë pej 2-3 venave kom kry për certifikimin për këtë. Mirë po, ndër dobit matë ma është helmi i bletës, do më honë pickimi i bletës, api toksina, në ryshe thirët, do më honë është pjesë e apiterapisë, edhe në momentin që pickon bleta, do më honë shumë ma mirë e ndi njëri vetën. Unë jam mësu edhe kur nuk përdori
edhe pse shumë pak u sulmojnë bletë, mësë me thonë heq, shumë pak u sulmojnë bletë, mirë po kur... A lidhet bleta me bletarin e vetë? Shqyqone kur thash... A i njojnë, sa e ki po, qeni e nje pronarin, maca, gjithashtu, më interesën bleta, e nje pronarin e... Një farë mënyre e nje pronarin, mirë po, është edhe mënyra e qasjes bletës, kur thash duhet me ditë shumë për bletën, dhe më onë është edhe qasja. Nuk duhet me hapjen e kosherit, nuk duhet me hap kosherin me rëplimat më, me zhurmat më, une se mund dihmon edhe djali, a i vesh pajisjet, krejt, Mbas me rrena tja ato e pickojnë, unë e pa mbrojtje mu nuk më pickojnë. Nuk e di pse, veç mu dhe ma unë nuk më pickojnë. Mirë, po dhe që se më pickojnë, unë jam i dhe ma unë, unë edhe du edhe jam i qetë, edhe është më pytje ti kur i afrohesh. Edhe jetën e përdeshme është pak qështillësh. Edhe me bletën unë jam shumë i qetë, punoj me to, me pasion, mirë po unë e ruj shumë bletën edhe mos me dëmtu bletën. Mësë me dëmtu. Domethënë nuk këqyri për shka e ceka që duhet me konë gjithmonë bletish, sepse punon letë, punon qetë, edhe për shembull, një për aty në shembujve, ti mund është me provu edhe në bletisht atjera me shku, a mund është me najtë qështu qëshjet që tash që të najtë, pa të sulmu bletë. E bletë jënë duke punu, mirë po, nuk bleti kom buta dhe i kom sujën, vetë mësuhën atë që asesoj. E kur është koha ma e mirë e mjaltës që prodhojnë, që tash a është koha të na nuk është? Që tash është, unë e thash pranvera, pak ka fillu ma herët, ende nuk ka mjallë. Mundet me do dikun pak diçka me marë, mirë, po tash ma shumë bojnë polen. Edhe poleni është shumë, është i mirë, është i dobishëm, është antibakterial, i ka dikun 10 llojet vitaminave, ka proteina, dhe ma hone, qka është mas me rëndësie pej që aty në 10 llojet vitaminave, e ka vitaminin C, edhe e ka vitaminin E, dhe ma hone është antibakterial. është shumë i mirë për tek fëmijët, edhe tek pleshte mosha pak me shtyme, edhe ata cilë merren me sport e sen, domethënë ka proteina, ka ato proteina cilat i zavendëson atë kjo mënyrë natyrale, jo kimikate, po kjo është mënyrë natyrale, domethënë ndikon shumë mirë për imunitet. Domethënë poleni, se na shta pak të zjati, është ushqimi i larvave. Domethënë i fëmijëve dëbletët. Domethënë është kur qumshti i mënës ose qumshti të shtallës. Na përpara theshëm kulloshtra. Është domethënë edhe shumë e fortë, është shumë e dobishme, edhe është shumë është e mirë. Mu më intereson me ditë prej ka linë si ide, edhe pse ka kjo dashni ka që madhe për bletat. Që unë jo marrë me një profesion tjetër. I cili ka qenë? Kumë qenë, domethënë, teknik i elektrës. Kumë punu edhe në për terene. Edhe kështu në shëqimin e parë, kumë ledzu për to. Ka pas edhe një familjar blet pak ma shumë, mirë po, unë e kumë fillu për i soj edhe e kumë vrejten, domethënë, që se kjo është shumë e mirë. Veç është mirë, për shama ata që fillojnë duhet me bashkëpunu me bletar profesionist, sepse dëmtojnë bletarin. është e mirë, shumë e mirë, është për stres. Për shama me pas kush ka më stres, po duka me orë që tu krejt na, gazetarët. Qëre, kjo është, me të vërtet është e saktë. është puna e saj, dhe më honë kjo është një minjerë, është mjallti që dhe ne njohin populata, është propolisi shumë, është bari mirë, dhe më honë i laci mirë shumë propolisi, është qumshti i bletës, është helmi i bletës, është bylli i bletës, po qumshti i bletës, po është shumë, është produkt shumë, është i mirë. Aja ndikon në jetëgjatësinë e njeriut, përdoret kundër tumorit, përdoret kundër kancerit, përdoret për imunitet. Qumshti i bletës. Qumshti i bletës. Do ma honë, është kundër fertilitetit, jo, është e bardhë, është në njërë gelatinoze, sukur langë, edhe shijen e ka. Atë pasisuj, mirë po ngrit imunitetin edhe e gjatësi. Me marrë një shemull pej 2 vezëve, për shemull, cilat ato i bën mëma.
mrana 30 sekundave, kjo e cila ushqehet vetëm me qumsh bletës jeton ten 4-5 vjet ose 6 vjet, e kjo e cila ushqehet me ushqim natyral, për shembull me mjaltë e sen, kjo jeton 45 ditë. E kjo ten 5-6 vjet jeton ajo që ushqehet vetëm me qumsh bletës. Edhe është për shembull mundet me ndiku shumë mirë për te shtatzania, sepse gjatë kohës unë e pelidhi me kosherin, me mëmën e bletës, e pelidhi, sepse gjatë kohës sa ushqehet mëma me qumsh bletës, ajo i bën 1000 deri 2500 vezë mrena 24 orëve. Në momentin që e ndalojnë ushqimin me qumsh bletës, mëma ajo ushqehet me mjaltë, mirë po vezë më nuk bën. Domethënë ndikon edhe në potencë, sidomos te femrat. The që djalin vjen bashkë me ty. Po. A ndon edhe djali si punë, a ki mjalon trashëgimi? Po, unë kur shkoj dikuj duhet mjalon, ai po thot që po, mirë po ma shumë një tritë e do një pare se sa... Po me pare, po duhet mi bo tënët. Po. Pa pare s'po mundesh. Po, edhe pse nuk dështoj une. Une nuk dështoj se mu m'intereson ma shumë me qenë bleta e shnush, bleta e mirë, se sa që mendoj une te paret. E kur të mendoj shti me pos bletën e shëndosh, ajo bjen, se ajo ta këthen. Ta këthen. E në qofë se ti menon gjdo moment, nuk gudzej mu hargjue, nuk gudzej me intervenu, nuk gudzej kënej se a t'vin paret, a t'vin paret, te ata njerë cilë nuk investojnë, se këtu ka shpenzimet më dha. Të më dha, ja. Ka shpenzimet më dha, mirë po unë në rand parë, se ato paret e para. Po na shqiptarët, nëse na ki ndu mende, na investojnë pak, e ta na prej që ati pak, do na me nxirë shumë. Po, na investojnë pak edhe hupëm krejt. Na investojnë pak edhe na humpëm krejt. Une, për shembull, biznes, kjo është edhe biznes. Biznes, po. Mas pori, investoj domethënë une me koshere, për 2-3 vjetë i kom sigurume. Po, me koshere, me preparate, me ilaçe. Po, shifra, nëse mundesh me mi përmend, sa shifra harxhon një bletor? Hargjime, jo fitime, hargjime. Varet kejt i numrit bledhve. Edhe në varet qëshi i kujdes shumë. Domethënë është qëshi i kujdes shumë, kejt varet ato varierojnë. Mundet me ndodhë që te gjatë gjithë verës nuk ka, sepse bleta nuk shkon një fabrik me prodhue, edhe pse prodhuet shumë mjaltë në për fabrika, edhe sidomos njerëz ose konsumatorët gjithmonë e shohin bletorin e nuk blen mjaltë te bletori, po e blen diku në rrugë. Edhe gjithmonë në fajtor bletori. Unë kisha preferu, s'po thom në ardhë me morte, unë edhe pse unë i garantej gjithqyshnej për cilësit mjaltës, mirë po gjojë një bletor e cilu e ka një emën, e ka një bletisht edhe e ka një vend. Nuk mund është ti me dalë me ble në rrugë mjalt, ose me ble dikun tjetër, mirë po mësuj që ka faj bletori, se 10-5 ose 10% mirët përmes bletës, 90% është përmes sheqera, ato e seni që ato i marrojnë, në më honë prodhimtari. Mirë po, mjalti i, duhet me cikë, mjalti i bletorëve të Kosovës, po thëmë, është mas cilësori në Balkan, se në Malësia është në bitetare, ne nuk kemë, e kemë vendin e mirë, e sidomos atje në onën e Gollakut, ku tash i kom edhe 2 bletishte, jam të e bo, do më thonën, edhe certifikimin e mjaltit organik, do më thonë jam shku atje mas pari, i kum shqyque, e një pak edhe fitoterapin, për postapiterapisë, lullat, do më thonë, cilat atje mlidhen edhe shiten për borna. Do më thonë, më shku edhe e kum këshyr venën për mësë me thonë, e kum studiu venën, se fjallë studim më pak ma e modhe, edhe e kum vrejt si cila lull, për çka përdoret, do më thonë, përdoret për osëm, përdoret për bronhetes, përdoret për reun, përdoret për këto. Bletor. Duhet, për që ata po thëmë nuk është punë me letë, duhet letën kur të qitë dikun, duhet me ditë edhe mirat, edhe krejt ato lula, ato borna, kush i mbledh ma mirë se bleta. Në më honë, janë atje dikun
sa i kum vret në gollak, dikun rreth 90 lloje të lulave, cilat mlidhen shëruse janë. Shëruse që i kem na. E ato mlidhen edhe shiten. Domethënë janë për mos më një se ato veç me fol për to do të 3 emisione larg. Mirë po, domethënë duhet me po vendin. Edhe unë më shku e konstituati bashkë me disa antarë bashkësisë evropiane, e kena shiqu venin, edhe kena konstatu se këtu mundet më bo mjollët organike. Tani, na për fat keq ose për fat mirë, nuk po di qysh me thonë, na nuk kem bujësi intenzive. Do më hunë bujësit mëve. Nuk ka lule djelët, për shembull mjollët e lule djelët nuk është qatë cilësor, nuk kemi soje, nuk është qatë cilësor. Ne kem mjollëtën e bime seger, cilat prodhohen barna. Një, është që kjo përparësia që është mjollëti ma cilësor në Kosovë. Edhe numër 2 është mjollëti duhet mu përdor i qëti regioni ku jetoj njerëz. Pse që paska... Se mjollëta është, dhe më honë, gjithë mjollët është antibakteriale. Mirë po përparësia e mjollëtit vendor është sepse mjollët ka polen. Njerë që kanë problem me polen, njerë që kanë problem me polen, në mjollët gjindet poleni. Ajë një farë mënyrë vaksionohet kundër polenit. është propolisi që i vaksinohet kundër alergjive. Po, gjithë se cili njeri me marë mjallët prej vendit ku është. Po, që ty ku është? Unë e pejtë me marë në pejtë. Po. Qere, kjo është mrena Kosovës. Po, dhe mrena në Kosovës. Mrena Kosovës, mirë po, sa interesant, nuk e pas në ditë si informacion. Une kum lezu shumë edhe une bashkëpunej edhe me mjek. Si këtë të ishta me thonë, në bletar gjysëm doktora, që ata tis pas ke nevoj me shku të mjeko, që ata tis po usmujshë. Se ti krejt me bim për mërshë. Jo, krejt është përmes mjallëtit, përmes propolisit, sepse për shamon, vetëm për mjallëtin të do të me folë, edhe pse 2-3 orë. Tani është propolisi, është të më unë që edhe në kohë të funit edhe mjekësia e ka fillu me përdorë, se është një antibiotik natural i cili përdoret, sidomos për mykun e gojes, sidomos dentistat edhe kohë të funit e preferojnë shumë, është për mykun e gojës, është kundër helikobakterit, është për bajame, është për senor, është për helikobakter, dhe më honë eliminan helikobakterin, është për smundjet urinare, sidomos te gratë kanë pak ma shumë problem, dhe më honë sheriakullin e eliminan, po ajo dhe më honë këto e në njërë naturale, duhet me përdor pak ma gjatë, për dhe më honë për 2 muaj dit e shërën edhe sheriakullin, duhet regullisht më përdor. është për plagë, është për akne, është për isati, është për puqra, është shumë i mirë, dhe më honë për akne, është për puqra, është për plagë cilat nuk mbyllen, është për plagë cilat digjen, dhe më honë që se përdor propolisin, e përdor për ato plagë, dhe më honë sheja ndorë nuk tjetë. Të mira të bletës, të shumëta. Shumëta janë, dhe më honë krejt qatë, qëka të folsh për bletë? është dylli, është shumë, dhe më unë po shumë me folë për ta, është qumë shë bletë. Unë po më duke që kur po bisedën me ty në këtë rast, kur po bisedën me ty Zotri Maliqi, po më duke që qëto e kom bletën edhe këtu krejt dek që nuk ka fond. Po t'ja dënë më ndalë dë njëre, mos më marë me to, atë të me ndu. Zdu më marë më bletë. Jo, ajo nuk mundet me ndohë, se une të i frigës që mundet me ndodhë këtu se është pak ma ofër qytetit që më duhet më zhvendos për këtuhit ku morë atje, du më unë ku morë plotësin atje. Prej frikës më s'po të mbyllët, këtu ki morë atje? Po, ku morë atje dhe tash edhe atje ku më quë. Unë e teri sa desë që tu përskaj bledve. Du më unë edhe qëfë se s'kësejna në shpit dikun rres në i blete që atë e dikun jam. Një mesazh për fund, që ma kështë jo? Po shqo, është bleta, unë e thash, është për shumë smundje. Për shumë smundje, edhe vetë me najtë, si du më unë, bleta dykun rreth 500 metra, du më unë e pastron edhe ojrin, e pastron vetë nga fliturimet nga këtu, du më unë bëhet ojri posër. Produktit e bletës janë gjitha i laqë. Mirë po, mos mashtrumi, du më unë qofë se ti, ta mund smundja, se është për shamu në përmena edhe qumështin e bletës, i cilë është të kanceri, mirë po zakonisht nga kur fillojnë
me përdor qumshtin e bletit kundër kancerit, sa ja ngriti imunitetin. Na fillojmë vonë, tani vjen një kohë thonë ti nuk guxon me përdor qumshtin e bletit sepse qysh i ndihmon ato bakteret e mira, i ndihmon edhe bakteret e këqija e rrit edhe ato. Kështu që me një fjalë, në kohë që ka di diçka Najsen Einsteini që ka thonën pa blet s'ka asë njerëzim, është shumë mirë mu morë me bletari. Vetëm se nuk është bashkë ashtu që është mendojnë njerë, sepse bletari hinë dikun 10 edhe jesin 2 ose 1, sepse kanë humbje. Bletar është edhe që i ka 100 blet e i dalin pranverë 3 blet, të më honë 97 i hub, po bletar është edhe që i ka 300 blet e i ka 3 humbje. Këtë do me thonë kë ka prej bletarve që i ka 300 blet, 3 hupin. 3 humbje. Unë vdekje nuk kam, sepse mirë po ato eliminohen, sepse do janë ma dopte, cilat tash nuk mujnë me startu. Mirë po për mu nuk është në rëndësi fort, sa i bashkoj ose i eliminoj, për mu është, unë kur dalë në pranverë nuk kom vdekje, në qofë se unë nuk kom vdekje, unë nuk kom smundje. Dohet unë jam një certifikum edhe kundër smundjeve të bletës, dhe më honë jam certifiku, e kom kry një farë kursi në Teron, në Universitetin e Teronës, për mes LBK-s dhe më honë këtë për mes qëqatës, jam një certifikum edhe kundër smundjeve, dhe më honë ku kom dëgju diqka rrëdh bletëve, jam shku edhe e kom kry se e kom punë primare, e du, edhe nuk muj me i do pithmive. Bletët. Bletën, jo, shumë e do pithmive. Faleminderit shumë, zotri Maliqi. Edhe ishte knaqësi me dëgju. Unë e di që për blet duhet ma gjatë. Vete the 3 orë, nuk mjaftojnë, se ka shumë që ka që kalëzën. Për bletën komplet, e 3 javë nuk mjaftojnë, po është për shumë për se cilën produkt, është ka 2-3 orë mirë, po unë e kam fort nga zemrës, për mësë me thonë, në vetë minsen që jam i dashurum jam në bletën. Po, po mblet ma shumë. Faleminderit shumë. Qëre, gruja, qka këtën të stres. E bleta, ta hjek stresin, tash zgjell vetë. Bleta të pickon, po të shëron. Kur të picko gruja të qëtë meq. Kështu ma mirë është shumë ofer bletës. Mirë bleta. E ku morë vesh. Nashta pak vonë, po e ku morë vesh e ma mirë. Mesazhi mirë. Po, mesazhi mirë. Faleminderit shumë, zotri Maliqi. Faleminderit edhe të juve, knaqësia e jemja.